Ja pra ku takohemi miqtë e mi së bashku me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV për të ndarë me ju ngjarjet edhe lajmet më të fundit. Do të flasim për Louise Aylin. Louise Aylin gjithmonë ka treguar që është një artist me shpirt artisti. Do të thoni pse? Respektin për familjen, respektin për njerëzit e tij të dashur, respektin për njerëzit e tij të afërt, respektin për njerëzit të cilët i kushtojnë vëmendjen, dashurinë, momentin e bukur, Luizi e ka treguar gjithmonë. Do të flas pikërisht për marrëdhënien e tij me Gjysh Veliun. Do më ndihmojnë stafi që të shfaqet një fotografi, faleminderit. Ju shikoni një fotografi që Luizi ka nxjerrë në Instagramin e tij. Që Gjysh Veliu u bë mirë, siç duket Gjysh Veliu ka kaluar një moment shëndetësor që sipas fotografisë, pamjes së tij, shqyqur Zotit, është mirë dhe po rikthehet fuqishëm. Unë publikisht dua t'ju uroj shëndet, dua t'ju uroj lumturi, por duke patur Luizin pranë, duke patur humorin e Luizit pranë, duke patur energjinë e Luizit pranë, si mund të jesh keq? Luizi ka lindur për të bërë njerëzit të jenë të lumtur, për të bërë njerëzit të jenë të gëzuar dhe për të bërë njerëzit të jenë të kënaqur. Dhe marrëdhënia që Luizi ka krijuar, edhe pse është një artist shumë i komentuar, edhe pse është një artist tepër i klikuar, edhe pse është një artist tepër i ndjekur, Luizeli përsëri di të mbajë në balans respektin për familjen e Kiarës, respektin për nënën e tij, për motrën e tij, do të thënë di të ruaj traditën kombinuar edhe me moderne dhe suksesin që ai ka. Do me thënë, pa marrë parasysh se kush jemi, nuk do të harojmë ato që kemi qenë edhe nga vim. Dhe pikërisht Luizi nuk haron në asnjë mënyrë familjen, nuk haron në asnjë mënyrë rrugtimin e tij, nuk haron në asnjë mënyrë njeriun e tij. Unë jam i lumtur që shoh te Luizi këtë afrimitet, jam i lumtur që shoh te Luizi këtë dashuri dhe shpresoj që ky afrimitet, kjo dashuri do ta ndjek në gjithë rrugtimin e tij të jetës. Tani në këtë video dua pak të ndaloj edhe te filmi, se çfarë ndodhi me filmin me Kiarën. Për të realizuar një film, normalisht që nuk mund të bëhet me njëherë, një film do ditë, do kohë, do momente, do situata, do me thënë, do një periudhë të gjatë. Dhe si duket Luizi, po e mendon mirë, po e drejton mirë dhe po na sjellën një gjë të bukur. Dua të marr mendimin tuaj. Si u duket kjo vërtetësia e Luizit? Do të thënë Luizi asnjëherë nuk ka qenë ndryshe. Ky Luiz që e kemi njohur që Big Brother dhe sot.